Ekipi i Vllaznisë në atletik përgatitet për fituar titullin 18 radhë i kampion dhe të 30 në historinë e sportit atletikës shqiptare. Me kryetrajnerin e Vllaznisë Albert Marashi, pikërisht në prag të kampionatit kombëtar që zhvillohet në Elbasan. Profesor, një moment historik, duhet të thënë. Patjetër, stërvitja vazhdon në mënyrë intensive dhe jemi gati drejt startit të kampionatit kombëtar të atletikës që zhvillohet me datë 10 dhe 11 qershor. Ky titull është i veçantë sepse është i 18 i rallëzi dhe njëkohësisht i 30 në historinë e sportit shkodran, sidomos në atletikën për meshkuj. Do të thosha është një titull i veçantë për arsye sepse ky është një rekord në vetvete përsa i përket titujve të fituar nga ekipet e meshkujve në Republikën e Shqipërisë. Një rekord që mbajë nga Partizani me 29 tituj, ndërsa ne synojmë ta thejmë të rekord dhe të marrim titullin e 30 në historinë e ekipit Vllaznisë. Është Vllaznia gati ta fitojë këtë titull të 30 në historinë atletikës shqiptare? Patjetër që të gjithë sportistët janë gati, janë përgatitur intensivisht gjatë gjithë vitit dhe ne përveç titullit synojmë edhe rezultatet larta tek sportistët në garat individuale të tyre përkatëse. Ku pretendimet kryesore dihet që janë në 200 dhe 400 metra frangu burrej, pse jo edhe ndonjë rekord kombëtar që shpresojmë shumë. Me sportistët e tjerë në 100 metra Leandër Çardako, Endi Rakaj, Gersa Xhia, po ashtu në garat e kërcimit së gjatit, siç është Muhamet Çengeli, një sportist i jashtëzakonshëm me rezultate larta dhe me rezultate progresive, njëkohësisht edhe Kolindo Kiri dhe Endi Rakaj po në kërcim së gjatit. Gjithashtu në garë e kërcimit të rrapsh, tashma i mirënjohur Kolindo Kiri që do të synojë titullin e rallës dhe do të mundohet të bëjë një performancë mirë dhe pse një rezultat personal më të mirë të tij. Gjithashtu në garën e 110 metrave me pengesa dhe në 400 metra me pengesa, tashma i konfirmuar prej vitesh Dorian Idrizaj do të konkurrojnë në këto dy gara për të fituar 2 titujt siç ka bërë edhe vitin e kaluar. Njëkohësisht edhe sportisti tjetër që është me shumë perspektivë dhe ka dhënë rezultate dhe do të synojë të ruaj titullin kampion të dyfisht në garën e 800 metra dhe 1500 metra si Drit Kupliku. Po ashtu Erisa Rasa e konfirmua tashma me aktivitetet si kampione kombëtare, do të mundohet të bëjë një performancë të mirë edhe pse jo të arrijë një rezultat progresiv. Ky aktivitet, siç e thash edhe më përpara, është një të thosha që një përgatitje e veçantë përsa i përket titullit të 30, kjo është jo vetëm kontribut i sportistave që janë sot dhe trajnerëve që janë sot, por është një kontribut i gjithë atyre sportistave që kanë veshur fanelën e Vllaznisë dhe trajnerëve të tyre që kanë bërë histori në sportin atletikës shkodrane, duke arritur rezultate të larta si në atë kombëtare dhe në arenën ndërkombëtare dhe me shumë rekorde dhe medalje në aktivitetet ndërkombëtare. Profesor Marashi, kemi thënë edhe herë të tjera, Vllaznia është absolute në të gjitha grup moshat dhe tashmë është momenti final për ekipin e rritur për ta bërë një gjë të tillë. Cili është sekreti? Një pyetje që është bërë edhe më herët të gjithë këtyre rezultateve, 18 herë radhë i kampion, është një rekord me vete, një punë pasionante me kolegët tuaj. Sekretin sapo e përmendët ju, që me ekipin e moshave, falë punës të jashtëzakonshme që bëjmë me trajnerët, me kolegët e mi Bruno Rotani, Dorian Tafa, Jetmir Jahaj, një punë e jashtëzakonshme me të gjitha grup moshat, duke filluar që me moshat 8 vjeç deri në moshën 16 vjeç që është edhe orientimi sportiv dhe pastaj me 2 grup mosha tjera që janë një hap afër ekipit të rritur siç është U18 dhe U20. Një punë e jashtëzakonshme bëhet çdo ditë në pistën e stadiumit Loro Boriçi dhe rezultatet nuk janë të rastishme, por fal kësaj pune dhe vëmendjes të shtuar tek ekipi i moshave, tek ekipi zinxhir. Po shohim në këto vite, jo vetëm shumë vite, por në 5 vite kemi rreth 30 sportista që kanë qenë kampion që janë larguar për arsye të ndryshme, për arsye sociale. Kështu që vetmja mënyrë që ne të kemi gjatësi dhe sukses është ekipi i moshave. Profesor Marashi, faleminderit dhe suksese në garat kombëtare në Elbasan. Faleminderit ju.